Konsumimi i mandarinave çdo ditë trajton aneminë dhe mykun në zor. Mandarinat përmbajnë vitaminën A, vitaminën B dhe C, sasi të konsiderueshme të ekurit dhe sheqernave. Është një frut tretës freskues dhe lëngun e tyre mund ta bëni limonadë. Shumë më mirë është e pranueshme edhe për stomakun tuaj. Në mjekësinë popullore përdoren gjethet fruta lule të cilat kanë po ashtu përdorime si portokalli dhe ndihmojnë sidomos në luftimin e infeksioneve. Në lehtësimin e anemisë, në sajt të përmbajtjes së vitaminave dhe në sajt të konsiderueshme të niveleve të ekurit, receta me mandarina është efektive në pastrimin e gjakut dhe lehtësimin e problemeve të anemisë. Ajo vazhdon për rreth një muaj duke u konsumuar çdo ditë disa kokra mandarina. Pastrimi i mykut të zorëve gjithashtu mund të rekomandohet me konsumin e mandarinave çdo ditë. Konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do t'japë rezultate produktive pozitive në rritjen e vlerave të trupit, citoi studimi.